Në gjykatën e Kukësit është zhvilluar seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj 41 vjeçarit Ylber Jaku, i akuzuar për vrasjen e 34 vjeçarit Reshit Sallahu në motive hakmarrje. Gjyqtarja e masave pasi ka dëgjuar prokuroren për aktet e dosjes dhe provat paraprake, ashtu si dhe avokatën e të dyshuarit, ka caktuar në fund të seancës masën e sigurisë arrest në burg. Pas masës së sigurisë ka reaguar edhe avokatja Aurora Guska. Ajo u shpreh se klienti Ylber Jaku nuk ka pranuar avokat dhe kërkon një përfaqësues nga ambasada angleze, pasi është shtetas anglez dhe ka gruan po shtetase angleze. Ajo shtoi se ai nuk ka besim te drejtësia shqiptare dhe këtë e ka thënë dhe në seancën për verifikimin e masës së sigurisë në gjykat. Avokatja sqaroi se policia nuk reagoi në kohë, edhe pse babai i autorit kishte telefonuar 10 herë si i biri kishte dalë jashtë kontrollit. Gjithashtu, Jaku nuk ka pranuar të flasë për hetuesit shqiptar duke kërkuar përfaqësues britanik si shtetas anglez. Ajo sqaroi se ditën e krimit ai ka qenë në Has ku po jetonte aktualisht, teksa punon në ndërtim. Ka njoftuar policinë duke i thënë se djalim ka dalë jashtë kontrollit dhe evitoni në një ngjarje të mundshme. Çka ka ndodhur? S'është marrë asnjë mas, pasi ngjarja ka ndodhur 3 metra përpara oborrit të shtëpisë së viktimës. Ylber Jaku nuk ka bërë asnjë rezistent, është marrë në telefon nga daja e tij policia, hajtë se ka ndodhur një ngjarje, ka ardhur policia në shtëpinë e Ylber Jakut, nuk ka bërë asnjë rezistencë dhe është dorëzuar në polici. Çfarë ka ndodhur sot në seancën e vlerësimit? Vetë Ylber Jaku, duke qenë dhe sepse ka marrë dhe shtetësi angleze, ka bashorten angleze dhe ka 2 vajza, kërkonte që të vinte në për zhvillimin e seancave të jetë përfaqësues nga ambasada angleze, pasi ai nuk ka besim të drejtësisë. Ngjarja e rënë ndodhi më 7 maj, një ditë pasi motra e viktimës 21 vjeçaria Artiola Sallahu, aktualisht në masën e sigurisë nga gjykata, kishte dhunuar dhe plagosur me sapat prindërit e Ylber Jakut pas konflikteve të vazhdueshme të pronësisë. Ylber Jaku, i cili jetonte në Angli si emigrant, është kthyer në Shqipëri për të kryer krimin, pasi mësoi plagosjen e prindërve të tij nga 21 vjeçaria. Vrasja ndodhi në fshatin Plan të Hasit. Ndërkohë, më 8 maj, gjykata e Kukësit caktoi masën e sigurisë arrest në shtëpi për Artiola Sallahun për dhunë ndaj prindërve të autorit të vrasjes së Reshit Sallahut. Policia tha se ngjarja ka lidhje me konfliktin e raportuar më 6 maj, ku 2 bashkëshortët përfunduan në spital pas përleshjes për shkak të sherrit për pronat, teksa kishin nisur hetimet për të dyja palët. Madje, sipas informacioneve, kishte patur edhe ankesa e denoncime nga palët për këtë konflikt të pronësie. Mësohet se një nga familjet ka hapur edhe rrugë kalimi vite më parë. Gjurma e rrugës ka qenë burimi i konfliktit prej vitesh, pasi 2 familjet pretendojnë se rruga ka prekur pronat e tyre. Toka ka qenë më parë e ish ndërmarrjes bujqësore dhe ka qenë pa certifikat pronësie.